Avokat, ju keni bërë një deklaratë të bujshme në media ku keni thënë që së shpejti pritet një arrestim i bujshëm në radhët e të djathtës. Kjo deklaratë e imja është kryer në bazë të informacioneve jo zyrtare të marra nga prokuroria e posaçme, të cilat fliten shpeshherë që padyshim që ka një hetim ndaj Shkëlzim Berishës dhe pritet dhe ky hetim të përfundojë. Për rezultatet e hetimit nuk është se kam në informacion konkret se si janë, por këto janë në kuadër thashe temesh që vinë nga prokuroria e posaçme. Edhe Shkëlzim Berisha, nëse ka kryer veprime mos veprime, duhet përballet me drejtsinë. Po unë kam theksuar që nëse ne do kemi arrestime apo ndalime, ne duhet të merrem më tepër me aktualitetin. Dhe nuk diskutohet që edhe veprimet mos veprimet e zotit Berisha duhet që të hetohen, por aktualiteti është shumë i rëndë. Të mos harrojmë kemi të faktuara nga kontrolli i lartë i shtetit rreth 1 miliard euro në vit dëm që i shkaktohet buxhetit shtetit nëpërmjet vjedhjeve dhe prokurimeve të ndryshme publike. Dhe kjo është e rëndë sepse këto janë taksa që mungojnë pensionistëve, shërbimeve spitalore, të mos harrojmë që kemi një sër skandalesh në shëndetësi, kemi tenderat e hemodializës që janë në hetim, kemi tenderat të ndryshëm të laboratorëve që janë në hetim. Të mos harrojmë që Kloda Llojbeu para pak ditësh ishte në prokurorinë e posaçme në kuadër të këtyre hetimeve dhe këtu kemi dhe Ilir Beqajn apo një sër ministrash të tjerë të implikuar në veprime korruptive, sepse vetëm në tenderin e hemodializës ka rezultuar se Ilir Beqaj ka lidhur një kontratë me një subjekt që është krijuar 6 muaj mbas kryerjes së prokurimit, pra me një subjekt që nuk ekzistonte. Të gjitha këto, përveç se përbëhen pa barazi në tendera, po janë dhe veprime të dyshuara korruptive që aktualisht janë në hetim. Padyshim që edhe zoti Shkëlzim Berisha, nëse ka kryer veprime mos veprime, duhet përgjigjet përpara drejtësisë. Por kjo i përket një kohë shumë të largët. Në lidhje me arrestime pritet më tepër nga kampi i Partisë Socialiste që janë aktuale, pra kanë të bëjnë me aktualitetin, se po bëjmë rreth 13 vite qeverisje nga kjo parti. Dhe për veprimet e zotit Berisha, ato edhe nëse do jenë kryer, rezultojnë që do jenë të parashkruara nga sipas kodit penal shqiptar. Avokat, po flitet kohët e fundit për 2 arrestime të mundshme që mund kryen nga SPAK-u, ku është theksuar që tashmë janë bërë kërkesa në parlament për heqje imunitetesh. Po, bëhet fjalë për 2 deputete, 2 ministra të Partisë Socialiste, që është Belinda Balluku, e cila ka një procedim të zgjeruar dhe po bën një kohë të gjatë që është në hetim dhe është folur edhe kohët e fundit për Tauland Ballën, i cili sipas mediave rezulton që të jetë kërkuar heqja e imunitetit. Këto janë akoma në kuadër mediatik, por nuk është se është prononcuar prokuroria e posaçme apo dhe në institucion tjetër që ta provojë këtë fakt. Kështu që këto ngelen akoma në kuadër hetimesh. Edhe në deklaratat mediatike që ka bërë prokuroria e posaçme jemi akoma në fazë hetimesh, por nuk e kanë mohuar kur faktin që nuk ka hetime ndaj këtyre shtetasve. Pra, dyshojmë dhe ne mendojmë që së shpejti do jenë dhe këta shtetas përpara përgjegjësisë. Të mos harrojmë që zonja Balluku është e përfshirë në një sër veprimesh korruptive të cilat janë bërë skandale të njëpasnjëshme, janë publikuar në media, kanë filluar dhe hetime proaktive, janë sekustruar telefona dhe pajisje të tjera, kompjutera, janë sekustruar dokumentacione të prokurimeve publike të kryera nga kjo shtetase. Të mos harrojmë dhe çështjen e tunelit të Llogaras që është fryrë fiktivisht rreth 50 milion euro ky projekt dhe pra të gjitha këto janë çështje nën hetim dhe pritet që së shpejti të përfundojë hetimi dhe të ketë një vendimarrje të qartë. Në lidhje me çështjen e Tauland Ballës bëhet fjalë që ky i fundit ka dalë në përgjime jo në mënyrë të drejtë për drejtë, por indirekte në përgjimet në dosjen e një kryetarit të një organizate kriminale që është Suel Çela, që në rastin konkret dhe zoti Berisha i ka bërë publike këto deklarata dhe rezulton që kemi dyshimet për implikimin e tij. Shpresojmë që të dyja çështjet të realizohet drejtësi, të vijnë autorët përpara përgjegjësisë penale, të përballen me drejtësinë për krimet
për veprimet dhe mosveprimet kundërshtim me ligjin që ata mund të kenë kryer. Avokat Berisha ka pasur akuza shumë të forta ndaj sekretarit përgjithshëm të kryeministrit zotit Angela Gaci. A kemi ndonjë informacion sa të vërteta janë këto akuza? Po të gjithë ne kemi qenë dëshmitar dhe është filmuar dhe publikuar në media që edhe kundrejt tij shtetasi ka një hetim nga prokuroria e posaçme. Madje ngatroi dhe derën, u fut nga dera e gjykatës kur u thirr në prokurori. Akuza kundrejt tij padyshim që ka. Ky shtetas është implikuar në aferën e inceneratorëve, por do shohim nëse prokuroria e posaçme do arrijë në ato nivele që të hetojë dhe të vëjë përpara përgjegjësisë këta autor të vërtet të aferës inceneratorëve. Është ideatori i inceneratorëve Angela Gaci. Është Edi Rama ai që ka firmosur 16 VKM dhe nëse do cënohet Angela Gaci, atëherë kemi përpara përgjegjësisë dhe kryeministrin e vendit tonë që është Edi Rama. Padyshim që ka një hetim, kjo do ngelet për të parë në lidhje me masa të ndryshme arresti në lidhje me këtë shtetas. Do shikohet në vijim. Ndoshta Angela Gaci ka përgatitur një dosje me atë argumente që është i sëmur për mos u caktuar një masë arresti kundrejt tij. Kjo do ngelet në vijim. Avokat Berisha para disa ditësh deklaroi që kryeministri Rama kundërshtarët e vet ose i ka izoluar ose i ka eliminuar dhe solli në vëmendje një deklaratë që bëri kryeministri në një fushatë zgjedhore që thoshte ne ta dim targën dhe Berisha atashoi këtë deklaratë ndaj Ervis Martinaj. Çfarë po ndodh me hetimet ndaj Ervis Martinaj? Po këto të mos harrojmë që zoti Rama vendosi ministër të brendshëm Taulant Ballën me të vetmin qëllim dhe i dha një detyrë, i tha që unë për një muaj dua zbardhje të rezultatit e time me lidhje me Ervis Martinaj. Është apo s'është gjallë e të tjerë. Gjë që këto e implikojnë se nuk mundet të vendosësh një ministër për të hetuar një antar të botës krimit. Pra, sipas Ramës vendosi një ministër dhe detyra që ai la është që të zbardhë këtë ngjarje. Pra, kjo e bën të dyshimt kryeministrin e vendit që të jetë i implikuar në të tilla krimesh. Dhe kjo do parë dhe për faktin se sipas informacioneve rezulton që Ervis Martinaj kishte marrë një banesë pranë banesës së kryeministrit dhe përderisa shtrohet si pistë nga një lider i opozitës, pse të mos hetohet. Pra, mund të jetë një ndër personat e dyshuar kryeministri i vendit tonë, për arsye sepse edhe nëse i referuar dhe personazhit të Ervis Martinajt. Ai ka qenë një personazh i cili ka qenë agresiv ndaj shumë politikanëve dhe padyshim edhe ndaj kryeministrit të vendit tonë dhe kryeministri e shikonte si një rrezik potencial për jetën e vet. Dhe aq më tepër që ai kishte marrë një banesë kishte marrë një banesë pranë kryeministrit. Dhe kjo është për tu hetuar nga prokuroria e posaçme. A kemi ndonjë informacion lidhur me fatin e Ervis Martinaj? Informacionet janë sekrete, bëhet fjalë që hetimet janë intensive, ka dalë dhe një biznesmen si implikuar që ka paguar rreth 2 milion euro për eliminimin e zotit Ervis Martinaj. Kjo ka dalë në përgjimet e Skype, por sërish akoma nuk kemi një rezultat final për fatin e hetimeve në lidhje me këtë ngjarje. A ka pasur, është marrë në pyetje ky biznesmeni lidhur me këtë? Është marrë në pyetje ky biznesmen dhe është marrë çuditërisht jashtë orarit zyrtar, është marrë rreth orës 8 të darkës, jashtë kamerave, është marrë disa herë në pyetje dhe shpresojmë që së shpejti të faktohet edhe roli i tij. Pra, sipas informacioneve që janë marrë nga prokuroria e posaçme, rezulton që ky biznesmen të ketë pasur dhe vetë Sky dhe ka urdhëruar eliminimin e zotit Martinaj në këmbim të një vlere 2 milion euro. Sipas përgjimeve, pastaj se si është fakti, kjo ngelet për të provuar nga prokuroria e posaçme. A mendoni që do ketë një zbardhje të kësaj ngjarje?
Unë mendoj se në këtë ngjarje ka shumë interesa dhe vlerësoj që nuk do ketë një zgjidhje përfundimtare, sepse interesat janë shumë të larta, qeveritare dhe politike. Kështu që vlerësoj që nuk do ketë një finish. Avokat, duhet të flas për rastin e Elton Qynos. Është një rast ku Qyno ka marrë disa vendime në favor të tij në gjykata të ndryshme dhe të, po themi, ndërkombëtare, që sugjerojnë që ka pasur tejkalim të dhunshëm të drejtës së tij, për gjykim që të mos i merreshin telefonat, që gazetaris mund t'i kërkohet me këmbgul hetim dhe zbulim se nga kush e mori informacioni, kur në fakt duhet ishte bërë brenda prokurorisë posaçme që qofse do kishte një hetim, të ishte zbardhur nga aty nga është marrë informacioni. Prokuroria e posaçme me rastin Elton Qynos nuk ka bërë gjë tjetër veç se ka cënuar imazhin e saj. Pra nëse ajo është në një pikë pyetje aktualisht në lidhje me integritetin e saj, mendoj që e ka nga çështja Qyno, për arsye sepse të gjithë e dinë që Elton Qyno është një ndër gazetarët më korrekt të kronikës dhe të gjithë kanë qenë dëshmitar për abuzimet të prokurorisë posaçme në kuadër të këtij hetimi të nisur nga ana e tyre. Të parët që duhet ishin hetuar për një nxjerrje sekreti hetimor kanë qenë prokurorët, gjë që pa shkuar te prokurorët shkuan tek gazetari, sepse personat cilët mbajnë përgjegjësi për veprën penale, nxjerrjet sekretit hetimor, janë ata personat cilët kanë për detyrë ta ruajnë. Dhe zoti Qyno nuk ka detyrë të ruajë sekret hetimor, por ka detyrë të publikojë çdo lloj lajmi që ai e mendon se është i arsyeshëm. Në rastin aktual, edhe pse janë shumë vendime, prokuroria e posaçme ka vijuar hetimet, kanë shkuar në banesën e zotit Qyno, kanë sekuestruar një sër dokumentash, kanë sekuestruar aparate telefonik, kompjutera, PlayStation të fëmijëve të Elton Qynos, madje unë kam qenë dëshmitar dhe kanë krijuar dhe një traumë në familjen e zotit Qynos, të fëmijëve të vegjël të mitur, se kanë qenë prezent në kohën e kontrollit. Gjë që përveç se nuk është respektuar procedura, por edhe janë sekuestruar dhe sende që përkisin atyre. Vlerësoj që çështja Qyno do marrë një zgjidhje shumë shpejt dhe unë kam besim që drejtësia, pavarësisht se drejtësia shqiptare deri tani ka çaluar, ja munduar që të hedhin fajin njëri tjetrit, pra gjykata lartë, në gjykata apelit sërish ka mbështetur prokurorinë e posaçme, por në përfundim çështja Qyno do triumfoj drejtësia. Sepse unë përveç se kam parë provat, kam dhe besim të verbër te pafajësia Elton Qyno, sepse unë e njoh personalisht dhe e di integritetin e tij. Dhe për kjo është një ndër arsyet kryesore që unë e kam marrë dhe në mbrojtje çështjen Qyno. Shpresojmë në datën 19 është dhe vendimi i gjykatës kushtetuese, shpresojmë që çështja të mbyllet në këtë institucion. Pavarësisht përgjimeve që prokuroria e posaçme ka kryer, nuk ka se çfarë përgjimesh të kryej për çështjen Qyno, nuk ka ndikuar dhe nuk ka ndërmend të ndikojë Eltoni, përveç se ka pasur besim te sistemi i drejtësisë. Çdo vendimarrje ka kontrolluar nëpërmjet ankimeve dhe aktualisht jemi në gjykatën kushtetuese. Avokat, sa besim keni tashmë te vendimi i gjykatës kushtetuese kur pala tjetër është Spaku, sidomos pas rastit të fundit kur antarët u vendosën në përgjim nga kjo strukturë? Padyshim që nuk është se kemi në një besim shumë të madh, sepse integriteti i këtyre gjyqtarëve është që nga momenti i zgjedhjes së tyre në këtë institucion. Të mos harrojmë para ca kohësh pati dhe një skandal seksual në këtë gjykatë. Dolën disa mesazhe të cilët më pas u harruan, u fshin dhe gjykata kushtetuese sërish nuk reagoi, nuk u shfaqsua, sepse ka detyrimin që t'i garantojë integritet personave. A mund të shantazhohen antarët e gjykatës kushtetuese edhe nëpërmjet këtyre mesazheve? Padyshim që po. Aktualisht ne nuk kemi çfarë bëjmë. Jemi detyruar të përballemi me këtë gjykatë dhe t'i besojmë për shkak të ligjit, jo për shkak të besimit tonë te kjo gjykatë.